Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama në mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Socialiste ia faturoi arrogancës administratë dhe mungesës së empatisë protestën para kryeministrisë. Sipas shefit të qeverisë, fitoreja e 83 mandateve të 11 maj 2025 e sjell qeverinë përpara pranimit të vështirë se faktet nuk dëgjohen sepse jepen me arrogancë dhe pa empati. Prandaj sot përballemi me një popull që nuk e mat më Shqipërinë me mungesat e saj, po me pritshmëritë e veta. Një popull që nuk na vlerëson më sa do të donim ne për gjithçka kemi bërë deri këtu, po na kërkon llogari më shumë se sa do donim ne për gjithçka që mbetet për të bërë. Një popull që bezdiset, u i tregojmë nga sa poshtë jemi nisur për të ngjitur deri këtu dhe që na tregon se sa lart do të jetë papritur kohën që duhet për të ngjitur. Me ne ose pa, dhe ka drejt, ka drejt. Kush përpiqet ta zvogloj apo ta relativizoj për masën e kësaj drejte, që na e tregoi bulevardi i Flamingove, do zvoglohet dhe do relativizohet deri në irrelevancë. Madje, sa më i madh dhe i fortë jesh përballë kësaj drejte, aq më rrezikje. Nëse nuk e kupton se kjo e drejtë është më e madhe dhe më e fortë se sa ti, qofsh dhe vetë Partia Socialiste, apo u quajtsh edhe Edi Rama po desh. Kryetari i Kuvendit të Shqipërisë Niko Peleshi premton transparencë në rritje për mbarvajtjen e punës së legjislativit. Për këtë i premtoi dhe përfshirjen e inteligjencës artificiale. Sipas Peleshit, nëpërmjet inteligjencës, platforma mundson kërkim dhe analizimin e përmbajtjes bazuar në kontekstin e diskutimeve parlamentare, duke vendosur standarde të reja. Sistemi synohet të jetë funksional gjatë sesionit të ardhshëm. Një drejtim i ri me rëndësi strategjike është integrimi i inteligjencës artificiale në mbështetje të veprimtarisë parlamentare, duke shfrytzuar burimet e arkivës, si dhe punimet aktuale të seancave plenare dhe të komisioneve parlamentare. Në këtë kuadër është konceptuar iniciativa Media Hub AI. Nëpërmjet inteligjencës artificiale, platforma do të mundsojë kërkimin dhe analizimin e përmbajtjes bazuar në kontekstin e diskutimeve parlamentare, duke vendosur standarde të reja transparence dhe qasje në informacion. Krahas asaj, Peleshi deklaroi se pas sulmit kibernetik të Kuvendit më 10 mars është lidhur marrëveshje me Agjencinë Kombëtare të Sigurisë Kibernetike për zgjerimin e monitorimit. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Ushtruesi i detyrës së presidentes Kosovës Albulena Axhiu paralajmëron se vendi nuk mund të lejojë që në sistemin e saj të drejtësisë të ketë ish gjyqtar dhe ish prokuror serb që u binden urdhrave të Serbisë. Ai i bëri thirrje Këshillit Gjyqësor të Kosovës që të zbatojë ligjin dhe të veprojë njësoj si Këshilli Prokurorial i Kosovës, duke i dhënë epilog çështjes së dorëheqjeve të ofruara nga gjyqtarët dhe stafi mbështetës i komunitetit serb brenda sistemit gjyqësor të Kosovës. Axhiu theksoi se ka raste kur ish gjyqtar dhe ish prokuror kanë marrë pjesë në takime të ndryshme në Serbi dhe Kosovë, ku janë diskutuar plane për bllokimin e rrugëve të vendit. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës garanton se ka votat për zgjedhjen e presidentit dhe shmangjen e zgjedhjeve të parakohshme. Nënkryetari i partisë Smail Latifi deklaroi se kjo forcë politike ka bërë publike 6 pika të cilat sipas tij nuk janë kushte për ofertë për të ndihmuar formimin dhe konsolidimin e institucioneve të dalja nga zgjedhjet. Ai tha se nëse qeveria e ardhshme zotohet publikisht për zbatimin e këtyre pikave, Alianca do të kontribuojë në sigurimin e quorumit të nevojshëm për formimin e institucioneve. Sipas tij, oferta e Aliancës është në interes të qytetarëve dhe përfshin çështje strategjike për vendin. Nënkryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës përmendi gjithashtu përmbylljen e projekteve infrastrukturore, rritjen e pragut të TVSH-s për bizneset e vogla dhe të mesme nga 30.000 në 100.000 euro, si dhe heqjen e tatimit për tokën e punuar. Komiteti i Trashëgimisë Kulturore i UNESCO-s vendosi të shtyjë futin e rajonit të Ohrit në listën e trashëgimisë botërore, kulturore dhe historike në rrezik. Ministri i Punëve të Jashtme dhe i Tregtisë i Maqedonisë së Veriut, Timço Mucunski, deklaroi se vendimi tregon se diplomacia nuk është vetëm pjesëmarrje në takime ndërkombëtare, por aftësi përmes partneritetit të krijojë besim dhe të mbrojë interesat më të rëndësishme shtetërore dhe kombëtare. Vendimi i UNESCO-s i jep Maqedonisë së Veriut një afat shtesë prej 5 vitesh për zbatimin e rekomandimeve që lidhen me mbrojtjen e trashëgimisë natyrore dhe kulturore të rajonit të Ohrit, si dhe zbatimin e planit strategjik për abilitimin e tij deri në vitin 2030. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.